Jeta nuk është gjithmonë e lehtë. Shpesh na vë përballë sfidave që na lëkundin deri në thelb. Por ka njerëz që pavarësisht dhimbjes dhe humbjeve gjejnë forcën për të ecur përpara për të ndërtuar një jetë me kuptim. Ai është njëri prej tyre. Ka kaluar shumë sprova, por kur nuk e la veten të mposhtej nga to. E rriti jeta pranë prindërve që e donin dhe e mbështesnin pa kushte. Një lidhje e fortë, e thellë, e pazaventësueshme. Jeton larg vendlindjes së tij, larg Kosovës, por me zemrën plot mirënjohje dhe një jetë ndërtuar mbi dashuri, përkushtim e besim. Nëzer Halilaj. Prej cilet vend? Jam në një fshati të Rëdefsi dalën në Drenas. Sa vjet i ki? Jam edhe 4 muaj 17. 70 vjet, po. Edhe çushi me shnet? Me shnet të i dikun se kur të punojsh në botën e jashtme shumë vite, pa të shkatru nuk e len. Kum pas do ndërhyrje, do stenda i kum vendos, por prap se prap bazë të moshës mirë jam. Mirë, faleminderit. Edhe kallëzëm ata kanë festu në herë ditëlindja. Po të tregoj drejt, befasi ditëlindjen e parë me festë madhe ma kanë festu shok në Gjermani. Shok Gjerman. A ki shokat ja? Shok Gjerman, se kum nejt shumë një vend, ju kum lu përshtypjet mira, kum lu futbol shumë, edhe e kanë ditë datën. Ma kanë bon befasi, më kanë qurë në të bim, ka qenë dishka për mu shumë e madhe. Edhe që shë pritet. Edhe emocionu se shumë, se kum ditë, një qike kum pas aty, një djallë dëllaut edhe kemi shku bashkë me ta, e kanë organizu ata Gjerman. Tunë s'kum ditë, gjonë, jënor dhe më kanë monë shpi, hajde se kena punë, kena me shku dikun, qështë. Kur kum shku aty me fmi, me gra, me burra, me krejt, e këshin pregadit me zvushnik, me ushqimet në zeta, 3 lloj ushqime, me ato autoparlantat me krejt, fmini këshin qitë për para, kur kum dalën për i kerje, kum fol dishka në gjuhë gjermane, ma shumë kum kajt. Se ka qenë festa e parë, se na për para këtë në Kosovë si këna dhonë, për thmive ka pak dikush. Bile në për vene fshatra, aja s'ka egzistu gati, thoja heq. E ta shu bon mod, krejt, i festuaj mirë, ama jeta si jetë ta shë me mirë. Për se cilë. Pse ta shë me mirë? Pse kushtet jenë më të mira. Po knatësi nuk ka heq, nuk një njeri knatësi në kur gjë. Kur ti thush për shka, nuk e din shka pa dëshiran. Nuk e din. Një por robat i ka ble prindi, qëfar gëzimi ke posë. Sot ja blen kerin, ja blen aton, nuk e di, ka hub dashnia krejt, ka hub respekti krejt. Dashnia dhe dhimbja, dyjat kanë hub, edhe dhimbja po. Edhe se di ama, se fare këto janë, po që demokracia është, demokracia e mirë, me kon njeri lirë, mu shpreh që shdohet. Po shumica e njerëzve e kanë keq përdor. Nuk e kanë keq përdor veç mashit e kanë keq përdor edhe femnat. Unë kur mardh, se shumë kohë kum nejt atje, kur mardh ju kum thonë, shëhret ka bon, se unë e kum lon krejt me një tradit tjetër, me një kultur tjetër, me një vërfni tjetër. Thash, pam vjen mas mirë ti për femna nëse se keq përdorin. Për zotën shumica janë të keq përdor shumë. Sa vjet i ke pas kur je largu prej Kosovës? Kum pas diku ka 37 vjet. Edhe sa ke vështirë nështë ta me ndru edhe vendin ku ti jeton? Vështirë ka qenë se kur ju më shku në s'ke pas gati kërkan, a i gërbet sot me këto të sotit nuk rasohet kërkon. Mas pari s'ke pas shans me mujt me fol me familje tonë në telefon. Kanë qenë do telefon celak në rrugë, u dasht s'ke mujt me marrë lidhen heq sot, flasin me familje, në dhëmë atë, në ka u që e këshyrë televizionin, e këshyrë ato flet, tjera kushte janë, tjera sene janë. Po
Po prapë se prapë për mu nuk ka gërbeti. Jo për mu, tash më dhejmen vetëm thmija që shkojnë. Thmija më dhejmet se kur njët nuk ka me ka i knaqët. Kur pej fillimit si t'ja njës pej qerë dhe shkolle, dekte në del në penzion, kur i knaqët mos ka me pas. Pare po, mundet me pas pare. A knaqësi tjetës që shë gëzojnë këtu në Kosovë, atje nuk është. A ma Iran nuk ka në gurbeti atëherë atash? Ja, atëherë ka qenë shumë ma Iran. Shumë ma Iran. Kushtet atëherë jenë ka shumë të shtira. Edhe është dasht qmës me bo, mës me i shpenzu, e me u qu familje u ka. Se u ka nevojshme krejt familja, nashta i në varë 23 antarë të familjes pejteje. E ta shë krejt tjetër sen, punojnë këtë, tjera kushte, po knasi, rahati nuk ka. Me kën jetën të atje? Unë jetoj një vajzë më ka le atje, se shoqja më ka vdek. Unë jetoj atje me një vajzë që më ka le atje, është motër medicinale. Një tjetër vajzë, dyta vajzë më ka ardhë atje të burri vetë, me 2 djemë. Janë punësu, miri kanë punë, po unë s'pa mund rri atje. Unë shkoj rrinë pak, këthej në fillë ka atje soj me nej. Për çka ishe këthy në Kosovë? Për shka ishe këthy në Kosovë? Për venet është. Çka të kesh bo mu këthy në Kosovë? Jeta ma e gjallë, jeta ma dinamike. Sheh njerëz të kesh, sheh njerëz të lu, sheh njerëz të fol, atje është diçka krejt tjetër. Jënë senet negative që t'i vrasin sytë, parqet, venet, rrugët, pastërti është keqe e poplit që popli s'pema, jo shteti, nuk ka faj shteti. Shteti i përcakton korpat e bërlogit, gjithë kun, po popli vetë nuk është. Atje popli është i vetë dësume dhe e manë pastërtin vetë. Këtu janë tjetër sen, këtu venet, e keqja dhe me rona që në të ardhë në moshë stem, mu më ka vdek gruja, a mo moshatarët e me që pa dalin penzion e kanë një brengë. Si e ka gruna atje, ka nipa mesa, ka thmin atje, po aj si vjetër i ka në zemra marë në vend vetë. Gratë nuk pjo vinë. Jo për të menajt të mesa, jo të nipi, jo të djali, ata më dhimen shumë. Se unë për veti, unë jam i lirë, nëse grunë se kam, për nështë asë musëm kish ardhë, që një shokë plët atje, i thëmë, pse pre parre këti, pse parren, hajde në Kosovë se knaqësh. O vëllohi s'pëm vje gruja, nuk i vinë, me nejtë e familje atje. Edhe, sa është e vështiri jeta pa bashkëshorte? Jeta është shumë e ranë. Me ranë nuk ka. Se vetë mija të shkatërën. Vetë mija të shkatërën, po fati i njerit, edhe krejt jetë, apëshe jetën shumë e shkurt, e përcaktën me tana krejt, nën stopunën, thu hajde në fund, nashta kur dalëm penzi, shkojmë rrimë shpetonë, knoqëm në vend tonën, në shtetë tonën, që është tjetër kush e merë pa të realizua e dëshirë, shumë e rona. Çka manë me më prej bashkëshortës? Na i këshill, na i fjallë të mirë, na i kujtim të mirë me ta? Prej bashkëshortës, unë... Çka të mungën prej saj? Pojneja, biseda, konsultimi, idejet ku nuk je bashkë i sigur, a e bën qiton, qitë veprima, qitë vetprom, ke pas bashkëpunim me ta. Unë, ku më jetu këtë 30 dishkantarë të familjes jenë kam. Për gjithë si familjes që më kam. Këm pas babën gjallë, për mu më ka detyru me konë si me udheqat ven. Edhe grata vllaznive, veç kur këtu i kum respektu tana që shdohet si familje krejt. A mo pej që ka ardhë atje në Gjermani, sa këna jetu aty bashkë, kur gjësë kum bon për vetë. E blejna qëton, që ka pa thu, a bojna qëton gjithë mënë se u kon pjestar ka punu edhe aja së korona atje. Edhe kur s'ka pas në dërhyrje, shpesh herthmija me thënë, inshallah na e qojna me burrat tënë, si kur baba me nonën. Që si këna kur, si këna pa që në nëndër me veti. Zotim ka kriju i qetë, edhe aja kështë qenë që ashtu, për smuja bonit vetën, tash jetë e zërshma, në këtë mosh që jam,
është shumë shtirë me gjetë një person që mundesh me gjetë komunikim, me gjetë marrëveshje me to. A menon që ka ardhur një kohë e vështirë ndoshta për krejt me gjetë personin e jetës, themi? Shumë. Pse? Shumë, pse ka dëpërtu interesi, vetëm interesi, asgjë tjetër. Asgjë tjetër. Tash kjo mosha jam, si e femnë, si e moshlit, kjo është për muzatet dy bashk me i dalë ndihmë njoni tjetrit. S'duhet me pas interes kur gjë. Po në përgjithësi ka hy interesi shumë i madh. Si të bilet e 33 diçka pa hesap shumë. Edhe çu shuruhet një martesë për me kalu një çift mirë mes vetë? Çu du të me rujt një martesë? Një martesë, respekti i dy anshëm, si të femnës, si të moshlit, njoni tjetrit, pa hile, pa interes. Interesi është, po interes ku duhet me kon interesi, jo aty ku e prish jetën. Nuk ka ndorim sot kur gjë njoni tjetër, nuk i kërkon falje. S'është kur gjë më kërkoj falje, e ku bën një gabim, ja kërkon faljen edhe u kry. Ajo, po, qëre, unë se kum po grunë tem kur më kanë zonë. Po plot që ashtu në atë vjetët i kena marë. Edhe kena qu jetën i mirë, edhe s'kena pas problem kur nërmje veti. Tash, rrinë, bashketojnë me muj, nashta me vite, martohen, dohen. Qa është e ja? A ka pos ndomje më përpara si tash ajo? Ka pos nashta na i rast shumë i rrallë ka qenë. Na i rast shumë i rrallë, ose që ka pas na i farsmuje, ose ka pas njerë që nuk jenë konë ta manë që duhet, për në përgjësi valoja. Se femna e ka pas me ru ftyrën e vetë mas pari, tani të babës të nëndës, tani të të burrit, e tani e në konë krejt një pikë, një cilë u konë, sëtë nuk ashtë të kërkon heqë. Rallë ka sëtë nona që i thetë qikës, ose baba që i thetë qikës e dishka, që aton e ke morë, me që aton ki me qu jetën edhe u kry. Kjo është shumë e keqe, kur prind, si të vjetër, ja u kanë dhonë lirin me zgjedh ti që fare dush. Edhe prap, mi a i dhënu zemrën prindit, kur të ka leju, bën ti vetë shka dush, unë pajtohna, edhe prap s'pa mun e vazhdan, valla, e ranë është. Prindi janë prind, ki mu bon prind ti e kjo, prindi janë prind, asë një të keqe nuk ja dënë e vladit. Po, që është kështë harë, shala bëhët mirë. Cila është nështë periudha ma e ranë për një prind për fëmin e ti? Periudha ma e ranë e prindit është, pa flasë për veti, periudha ma e ranë për fëmijët mi ka qenë, kur i kum lanë vetëm. Po sistemi ashtë, shumë të kontrollëshin, policia, shtypja e madhe e Serbis, u do të me ikë në ashtë rrinë qeta, e si shkon ashtë të heqë, kur i lënë thminë edhe ikë. A dishin fëmija që ti nuk jenë Kosovë? Jo, unë jo, për 9 vetë, kur ka ardhe una vetë, se erdi kur koha që edha, ja i la. Ja la motrës vetë, në shpi, se 2 motra e në ka atë, në shpi, ja la, veç është shumë e ranë. Për prind, me lanë thminë edhe më të rritë thminja, gjonë ma kesh nuk ka, qëre mu më thënë pse do qike në madhe ma shumë, edhe zdi sa hria ku më kalëzu, o, kuptëni, e di pse du, se qika madhe kur u le, edhe dej u rritë, u bon, këgja pak si e madhe, ju më rritë, u rritë me mu të nejtë, të lutë, të e prekë. Tash aja e martu në i ka djemë, gjallin e ka në Itali edhe kur të vjenë, që nuk u mund gjithë nga te me prek, unë e sum hiqet mëllë. Këta tjerë tja, se këta janë rritë ku s'ju më konë, a pëshe qëfar dhe me thonë je ka. Prekja, loja, vaj, ushqimi, tana janë ndikojnë. Unë për të thëmë vesh me prekje, që kum preke dhe kum lu me të, jam e lidhë me qikët më dhe ma shumë. Me këta tjertë nuk jam. A ka gjo maran, a mo tonë të t'janë.
tolerans. Të sfidat që mundet mu përballë një fëmijë, a lun rol edhe prindi, mënyra se qysh e këshillon, çka i flet, çka e mëson për jetë? Vesh nëj prind që është nëj sen i smutë, se në përgjithësi, krejt prind mënuhen mjë dhon kulturë edhe rregullore edhe këshillat mira fëmijëve. Do i marrin, do si marrin. Po aty janë shumë faktorë. Fëmija kontakton me do tjerë që nuk janë bashkë të kulturuar pe familjes vetë. Ndikojnë atë shumë. Ama, zara, po, s'kisha me bon. Prindi munohet në çdo aspekt me mujt fëmijën e vetë, me ngrit mas nalti, me dhon kulturë të mirë tana. Po, pak a shumë përgjithësi shkon si mas familjes. E sa është e vështirë nështë për një babë me e dhonë qikën e vetë, me martu? Sa ka në vështirë për ty? Qikën e vetë, kështë gjajeron është. Une, kur mu ka feju qika, nuk jam kon këtë. Kur ka dasht mu martu, kum fol me ata dhe me familjet mi. Edhe kum fol direkt me qikë. Atëherë telefona s'kana pas, po jam shku në kabinë jashtë, e qytetit të konë, që aty më munu me marrë lidhin, këmë folë me ta, e di shkam ka thonë. Ka thonë, babë, jumë feju pa konë, mu martu kur s'martohna pa arti. Qatë moment se këmë shuat ndëgjojsen aty në ven, qatë këmë thonë që kur më se shkelsha, se s'kisha letra marrë, kur më se shkelsha Gjermanin, pashku me për cilë, me thonë dha marrë nuk e leo. Edhe sot kam shpërblim pej saj që ju mardë balë. Bleva trunë drenas, marrova shpi, sot këtë familja janë që aty, kam lekale, kam qika e më dhanë se bep që aty i kam. Erdha për ta, mu pagun tjetër nënë. Po, tani kur e jep një vend që bohet rahat, edhe i shko puna marë, e krejt në regull, s'ka knasi ma të madhe. S'ka nevoj më thonë që i ka heq pe qaj mirë. Une kur shkoj, vjehëria e saj, kunet e saj, që fa respektin bojnë, unë e di që aja ka bon venin edhe për mu, që shkoj si mësafer. E ti sa vjeti ke pas kur je martu? Une i kum pas 31. 31 vjetë. Veta me mësit? Jalla me mësit. Kush ke mësiti? Mësiti ke vlau. Vlau, se e ka pas. A unë e kum gjos kështë si e thmi, po që si jo këna prish atëherë të vjetërën. Vjetërën si jo këna prish, që ashtë ka qenë, për vëllaj, kanë qenë të kuptushme shumë. Po type, po tash, kanë ndryshu shumë, me të vërtet, kanë ndryshu sot shumë sene janë ndryshe. Bile, qëre mosha e re që ju le vën, për ta nuk në ronë, për na që e përjetojmë atë respektin, atë kulturën që e këna pas të atëherit, ne në vjeran. Sa atëherë ka qenë krejt ndryshe, tash ndryshe, ka me hanë, me pi, me vesh, me mathë, se s'kam kërkush, s'punë qatë shumë kërkush, jetën e mirë, po rahat i knasi nuk ka. Nuk ka. A kanë ditë me dasht ma shumë atëherë, atash? Edhe ka një shpirt nështë dhimbje njoni për tjetërin, gjakit vetë, familjes vetë, misis, rrethit vetë, shumë ma shumë ka një dhimbje shpirt nëre, edhe gzim shpirt nëre për dishka, se sëtë. Sëtë as ka gzim, as e lënim qëtë shumë, juvë që bisa. Shkën vërrim, po fletë, kesh, bën, pi, këtë tjetër sen. Atëherë, dyat jenë kanë hubë. Ka hy vetëm interesi mrena kur gjë tjetër. Veçem interesi edhe kur gjë tjetër. E qka e kishë ndryshu që t'interes të na? Nuk e di. Qka e ndryshon është shumë e zërshme me mujt me nëzirë, se ti jepi qka të dush, edhe tana i ka edhe prap aj vetë me që ato tana shka i ka nuk e njën knasin, s'nin knasi. Nuk mune di shka mune të me ndryshu. Se di, që shkru, hajrë. Apo ma kalëzën që ka bën të gjatë ditës atje? Që ka bën gjatë ditës atje? Qësh është një ditë e jotja? Në Gjermania këtë? Gjermani. Në Gjermani dita jam me qenë vikenda shumë e mirë. Rrin me qika, rrin me dhanon, rrin me një djallë më ka ardha atje, del shetit është knaqesh. Me qenë
ditë pune, është shumë ditë e gjatë. Fikall vetëm, s'ki që ka rren, hin mrena, del jashtë, kur gjën, s'ki ka shkën, vetëm një është e keqe. Përmene që i ki dë shok në Gjermani atje, a del shpesh me ta? Po, ata i kom pas shok të klubit edhe të katonit. Gati që edhe krejt që ato 2-3-4 fshatra ma kanë dhonë drejten me qëndru në Gjermani. Me dhanë letrat në fund. Se ata intervenu në komune, komunja intervenoj në institucion matë në oltë, edhe ma bënën të mujshme, sot i kam letrat e Gjermanisë. Vetëm me veprat minja që kom bon. So, kur nuk e kom ditë që i kam 432 orë punë vullnetar për komune. Po ata shokët e klubit jenë shku me punu për komune, ju më shku edhe me ta. Edhe krejt ishin konë të registrum. Qatë e tjerat veprat mira, shka kësha pas i dërzun atje, përshë zotën ma dhanë ofentallën me nejnë Gjermani për gjithmonë. E më kanë majtë ata shumë më kanë një mu, shokët. Po, vëllaj. Si popull jenë të mirë, si shtet, se du hiq, se dë shtetin tem. Bile që ke republika që jenë, ana që ke bajernit, kjo janë shumë e keqe për ne. A si popull, ty janë të mirë shumë, shumë të mirë janë. Munohet me gjdo mënyrë, me të një mu, ose që ki në i brengë dishka më ta hiek, për si popull po të flasë. Këtu të na e kondër, ta munohet me që regullu edhe në regull në koftë. Nuk e di. Për fund, a kina i mesazh për rinin? Për rinin kam knashnu se jeta në shkurt, kushtet i keni me krasu me tonat, si kur nota me ditë. Kushtet e mira, knashnu me vend tonin, mës lakomoni me shku në vend huj se kur i knashnu kje. Nuk nin knashsi kur gjatje. Shok atje që ka të li farkeri, ka ble shpi, po nuk e nin knaqësin, si kur me ble një banes këtë në tokë në shtetë vetin. Shumë ma mirë është në vend tonin së atje. Aj që se ka prevu, ama jeta në vend tonë është me mirë. Faleminderit për juve. Shumë faleminderit. Kalofshi mirë, faleminderit.